e Kosovës, sepse ajo do të vinte si ofertë ose si kërkesë e një grupi i cili ka dikon 66 deputet në Ai nuk e ka ofruar, po çka nëse do ta ofronte zoti Zemaj një pozicion presidenti thot Liga Demokratike e Kosovës ta ketë këtë? Po nuk ke mujt na me bisedua sot, as kryetari s'ka mujt me bisedua, sepse kur kanë fillu takimet edhe kur ka qenë oferta jonë që të marrim pjesë, ne kemi shku për një president konsensual, duke marrë parasysh edhe numra çfarë janë në kuvendin e Republikës së Kosovës, pozit dhe opozit, do të thonë dhe grupe tjera që janë etnike. Ne ministrë edhe nga fakti që zotri Kurti në fillim na ka ftunin takim për një ofertë konsensusi dhe fjalia e tij e parë, dhe deklarata e tij e parë ka qenë nuk duam president partijak. Do më thonë, edhe kjo atëherë ty të ka stopua në kuptimin e një marrëveshje politike që të bisedojnë për emra në brenda subjekteve politike partijake. Kjo ka rezultua, ndoshta duhet ta them drejt për drejt, është një gënjeshtër sepse më vonë erdhën dy emra që janë puro partijak dhe që kanë pozita jo vetëm shtetërore, po kanë edhe pozita partijake brenda lëvizjes vetëvendose. Po referohesh Konjufës edhe Kollçovës. Po, do më thonë pozita që janë... Po duhet të fokusohem tani në këtë situatë, Zemaj, se me shumë rëndësi është ta zbërthejmë. Po sakt është, unë po e zbërthej procesin sepse janë 53 ditë, 53 ditë angazhim i Lidhjes Demokratike e Kosovës, që ne të kemi stabilitet institucional dhe Kosova ta ketë një president i cili i përfaqëson qytetarët e Republikës së Kosovës. A është gjeneroze të jepet kryeparlamentari zëvendës kryeministrit dhe 4 ministri nga cilat? Ajo është ofertë për bashkëqeverisje. Po, bashkëqeverisje në një situatë të një akordi edhe për çështjen e presidentit. Ministri i jashtëm, ministri i drejtësisë, ministri i punëve të brendshme më thanë që është kërkuar si kështu nga brenda, nuk e di nëse